Në një botë ku balancat e fuqisë varen në një fije floku. Dy armiq të përbetuar, Izraeli dhe Irani, gjenden çdo ditë më pranë një përplasjeje të hapur. Sulmet ajrore, kërcënimet bërthamore, grupet e ndërmjetme dhe retorika luftarake janë bërë përditshmëri. Por çfarë do të ndodhte nëse një ditë kjo luftë e ftohtë do të ndizte një zjarr të hapur? Kush do të fitonte në një përballje frontale midis një shteti të vogël por super teknologjik si Izraeli dhe një fuqie rajonale të madhe e me ndikim si Irani? Qëndro me ne deri në fund të videos për të zbuluar analizën ushtarake, skenarët më të mundshëm dhe pasojat që do të trondisnin të gjithë lindjen e mesme dhe jo vetëm. Para se të zhytemi në këtë rrëfim që mund të parathot luftën e ardhshme globale, pëlqeni këtë video dhe abonohuni në Histori Epike. Kjo është mënyra më e mirë për të mbështetur punën tonë dhe për të mos humbur asnjë histori që po frymëson të ardhmen. Për të kuptuar të ardhmen, duhet të kthehemi pak pas në histori. Deri në vitin 1979, Izraeli dhe Irani kishin marrëdhënie miqësore. Shahu i Iranit, Mohammad Reza Pahlavi, ishte një nga partnerët strategjik të Izraelit në rajon. Dy vendet bashkëpunonin në ekonomi, siguri dhe teknologji. Por gjithçka ndryshoi kur në Iran ndodhi revolucioni islamik. Ayatollah Khomeini mori pushtetin dhe shpalli një regjim teokratik që e vendosi islamin shiit në qendër të qeverisjes. Që nga ajo ditë, Izraeli u cilësua si një regjim sionist i legjitim, një armik i islamit dhe okupator i territoreve palestineze. Kjo retorik nuk mbeti vetëm në fjalë. Irani filloi të ndërtoi një rrjet të gjerë ndikimi përmes mbështetjes së grupeve të armatosura si Hezbollah në Liban, Hamas dhe Gjihadi Islamik në Gaza, si dhe Houthit në Yemen. Të gjitha këto grupe ka një pikë të përbashkët, armiqësinë e hapur ndaj Izraelit dhe synimin për shkatërimin e tij. Nga ana tjetër, Izraeli i përkrahur fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore nisi një strategji të gjerë për të parandaluar fuqizimin e Iranit, në veçanti në fushën bërthamore. Mossadi kreu operacione të fshehta, goditje kirurgjikale dhe ndërhyrje të shumta për të sabotuar programin bërthamor iranian. Lufta midis këtyre dy shteteve nuk ka qenë kurrë e deklaruar zyrtarisht, por ajo është zhvilluar në hije, përmes proksive, kibernetikës, inteligjencës dhe kërcënimeve të vazhdueshme. Tani, imagjino për një moment, sikur kjo luftë në hije të kthehet në një përballje të drejtë për drejtë. Çfarë do të ndodhte nëse Irani dhe Izraeli shpërthejnë në një luftë të hapur? Cilat do të ishin pasojat dhe si do të shkonin zhvillimet ushtarake? Le të shqyrtojmë më parë fuqinë ushtarake të secilës palë. Izraeli ka një nga ushtritë më të teknologjizuara në botë. Ai disponon rreth 170.000 trupa aktive dhe mbi 450.000 rezervistë të trajnuar të gatshëm të mobilizohen brenda 48 orëve. Forca ajrore izraelite është kocka e fuqisë së tij ushtarake. Me mbi 80 avion F-35 Lightning II, avionët më modern të epokës sonë, të padukshëm për radar dhe të aftë të godasin thellë në territorin armik. Krahas tyre janë qindra avion F-15 dhe F-16 të modernizuar me teknologji izraelite. Sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit janë të shumta dhe të shumëllojshme. Nga Iron Dome, që shkatëron raketat me rrezë të shkurtër, tek David Sling dhe Arrow 3.
që mund të kapin raketa balistike ndërkontinentale në lartësi stratosferike. Izraeli ka gjithashtu një flotë vogël por të sofistikuar detare. Përfshirë në ndetse të klasit Dolphin, që besohet të jenë të armatosura me raketa me koka bërthamore, duke i siguruar vendit aftësinë e goditjes së dytë në rast të sulmit bërthamor. Teknologjia ushtarake izraelite përfshin gjithashtu dron sulmues të avancuar, një industri të fuqishme të mbrojtjes kibernetike, inteligjencë elitare si Mossad dhe Aman, si dhe sisteme artillerie të saktësisë ekstreme. E gjithë kjo e bën Izraelin një superfuqi ushtarake rajonale, e cila ndonse ka popullsi të vogël, mund të luftojë në disa fronte njëherësh. Nga ana tjetër, Irani ka një forcë ushtarake të madhe për nga numri, me rreth 610.000 trupa aktiv dhe afro 350.000 rezervist. Ushtria iraniane përfshin Gardën Revolucionare Islamike, një forcë elitare që operon jashtë kuadrit klasik të ushtrisë, me njësi speciale si Forca Quds, që drejtojnë operacionet e Iranit në Siri, Irak, Yemen dhe përtej. Megjithse forcat ajrore të Iranit janë kryesisht të vjetëruara, duke përdorur avion amerikan të epokës së Shahut si F-4 Phantom, F-5 dhe F-14 Tomcat, të ruajtura me pjesë këmbimi të improvizuara. Ata kanë bërë përparim të madh në zhvillimin e raketave balistike dhe dronëve. Irani posedon mbi 3.000 raketa të tipeve të ndryshme, duke përfshirë Shahab 3, Emad, Seil dhe Zolfagar, me rreze që varion nga 300 deri në 2.000 kilometra. Këto raketa janë në gjendje të godasin çdo qytet të Izraelit. Për më tepër, Irani ka zhvilluar një flotë të madhe dronësh, sulmues dhe vetvrasës. Të ngjashëm me ata që përdor në Ukrainë Rusia, të cilët mund të godasin objektiva të ndjeshme me kosto të ulët. Flota detare iraniane ka avantazh në ngushticën e Hormuzit, ku posedon 10 anije të vogla luftarake, mina ujore dhe raketa bregdetare, të cilat mund të bllokojnë eksportin e naftës globale në rast konflikti. Megjithatë, Irani ka edhe avantazhe të tjera. Ai kontrollon një rrjet të fuqishëm aleatësh në të gjithë lindjen e mesme. Në rast lufte, Hezbollah në Liban do të aktivizohej menjëherë. Duke sulmuar Izraelin nga veriu me mbi 150.000 raketa. Hamas dhe grupe tjera në Gaza do të hapnin një front nga jugu. Huthit në Yemen do të godisnin interesat izraelite ose aleate në detin e Kuq. Kjo do të fuste Izraelin në një gjendje të rrethuar, të përballur me disa fronte njëkohësisht. Për më tepër, Irani mund të përdorë territorin e Sirisë dhe Irakut për të lëshuar raketa me rreze të gjatë drejt Izraelit, duke shndërruar luftën në një zjarr të përhapur. Nga ana tjetër, Izraeli gëzon mbështetje të garantuar nga SBA-ja. Në rast lufte, Amerika do të dërgonte menjëherë ndihmë ushtarake, logjistike dhe teknologjike. Gjithashtu, Emiratet e Bashkuara, Bahreini dhe ndoshta edhe Arabia Saudite, megjithse vende muslimane, kanë marrëdhënie të mira me Izraelin pas marrëveshjeve të Abrahamit. Dhe edhe nëse nuk e mbështesin Izraelin hapur, gjithsesi nuk do ta mbështesin Iranin. Evropa dhe Britania do të ishin gjithashtu në anën e Izraelit, duke thelluar edhe më tej hendekun mes dy bloqeve. Lufta do të niste me goditje ajrore dhe kibernetike. Izraeli do të përpiqej të shkatërronte objektivat strategjike të Iranit, bazat ushtarake, qendrat raketore, uzinat bërthamore si Natanz dhe Fordov, përmes sulmeve kirurgjikale me avion stealth.
Në të njëjtën kohë, njësitë e inteligjencës izraelite do të aktivizonin sulme kibernetike dhe do të paralizonin sistemet e mbrojtjes. Furnizimit me energji dhe rrjetet komanduese të ushtrisë iraniane. Irani nga ana tjetër do të përgjigjej me një breshëri raketash balistike dhe dronash vetvrasës drejt qyteteve izraelite. Iron Dome do të ndalonte shumë prej tyre, por jo të gjitha. Në skenarët më ekstrem, Tel Avivi dhe Haifa mund të pësojnë dëme serioze. Ndërkohë që civilët do të ishin të detyruar të strehoheshin për javë të tëra. Më pas do të hynte në lojë Hezbollahu. Ky grup para ushtarak ka ndërtuar një arsenal të frikshëm në jug të Libanit. Me urdhër të Iranit do të shpërthente një breshëri raketash nga veriu i Izraelit. Duke përfshirë raketa të mesme dhe të gjata, që do të detyronin Izraelin të hapte një front të ri. Gaza gjithashtu do të shpërthente, duke shndruar konfliktin në një përballje të gjerë rajonale. Nëse lufta do të zgjaste më shumë se disa javë, ajo do të kishte pasoja katastrofale për të dyja vendet. Ekonomia iraniane, tashmë nën sanksione, do të pësonte kolaps total. Inflacioni do të dilte jashtë kontrollit dhe destabilizimi i brendshëm do të ishte i pashmangshëm. Izraeli megjithse më i përgatitur ekonomikisht dhe ushtarakisht do të ishte i tronditur nga viktimat civile dhe presioni ndërkombëtar. Mund të shihnim një përshkallëzim të mëtejshëm në rajon, ku edhe shtete si Turqia, Rusia apo Kina mund të reagonin në mënyrë indirekte për të mbrojtur interesat e tyre. Por tani vjen skenari më i frikshëm. Çka nëse do të përdoreshin armët bërthamore? Sot për sot, Irani nuk zotëron zyrtarisht një armë të tillë, por sipas agjencive ndërkombëtare, ai ka pasuruar uraniumin në nivele të rrezikshme, mbi 60%, shumë afër nivelit të duhur për armë bërthamore. Me një vendim politik, ai mund të përgatisë një armë bërthamore brenda disa muajve. Nëse kjo do të ndodhte, dhe nëse ajo armë do të përdorej kundër Izraelit, pasojat do të ishin katastrofale. Izraeli do të përgjigjej me një herë me një sulm bërthamor hakmarrës. Në ndecet izraelite do të lëshonin raketa nga mesdheu. Avionët F-35 do të godisnin thellë në territorin iranian. Dhe qendra të mëdha si Teherani, Isfahani, Natanzi apo Araki do të shndroheshin në gërmadha radioaktive. Bota do të tronditej. SBA, Rusia, Kina dhe Evropa do të detyroheshin të ndërhyjnë për të shmangur përhapjen globale të konfliktit. Efektet e një përplasjeje bërthamore në lindjen e mesme do të ndiheshin në të gjithë planetin, përmes krizës ekonomike, ndotjes, eksodit masiv dhe rreziku të një lufte të tretë botërore. Në një përfundim realist, nëse lufta do të niste sot, Izraeli ka avantazh absolut në teknologji, efikasitet dhe kapacitet mbrojtës, pasi tash për tash së paku zyrtarisht, armët bërthamore nuk do të ishin në dispozicion të Iranit. Izraeli mund të neutralizoj shumicën e sulmeve, të shkatërroj infrastrukturën ushtarake iraniane dhe të dominoj në ajër dhe në hapësirë kibernetike. Por nëse lufta zgjat, Irani ka durim strategjik. Një rrjet të gjerë aleatësh dhe aftësi për të hapur shumë fronte njëherësh. Për më tepër, një luftë e gjatë do të shkaktonte humbje të mëdha civile në të dy anët dhe do të fuste gjithë rajonin në kaos. Në fund të fundit, kush do të fitonte? Nëse e shohim në aspektin ushtarak, Izraeli ka gjasat më të mëdha të dalë fitues. Ai ka epërsi teknologjike, mbrojtje të fortë ajrore dhe më e rëndësishmja, aleat të fuqishëm.
por fitoria eventuale do të kishte një çmim të lartë. Viktimat, dëmet infrastrukturore dhe përhapja e konfliktit do të ishin të mëdha. Irani ndoshta nuk do të mund ta pushtonte Izraelin, por do të mund t'i shkaktonte dëme serioze. Asnjë rapal nuk do të dilte nga kjo luftë pa plagë të rënda. Në të vërtetë, vetmja fitore reale do të ishte shmangja e kësaj lufte, sepse një përplasje e tillë nuk do të ishte thjesht një konflikt mes dy shteteve, por një përshkallëzim i rrezikshëm që mund të përfshijë gjithë rajonin dhe ta shtyjë botën më pranë një katastrofe globale. A do të fitojë diplomacia mbi luftën, apo jemi vetëm një shkëndij larg shpërthimit? Nëse e ndoqe këtë analizë deri në fund, jenë nga ata që nuk kënaqet me tituj bombastik, por kërkon të vërtetën pas çdo konflikti. Mos harro të lesh një like, të komentosh mendimin tënd për fundin e këtij konflikti dhe të abonohesh në kanalin Histori Epike për më shumë analiza të thella mbi konflikte që frymësojnë botën tonë. Ne jemi Histori Epike. Deri në videon tjetër, qëndroni vigjilent dhe të vetëdijshëm për botën që po ndryshon para syve tanë.